Atëherë përshëndetje, në sërimin konferencën për media para finales së play-offit ndërmjet kombëtares së Kosovës dhe Turqisë, siç po shihni është selektori Franco Foda dhe kapiteni Vedat Miriqi. E kemi qartë në gazetarëve të pranishëm është shumë mirë, koha për konferencë është 30 minuta, prandaj lutëm të jeni të kufizuar në pyetjet tuaja që do japim mundësi të gjithëve. Mund të fillojmë me pyetje fillimisht për Vedatin. Hoş geldiniz basın toplantısı. Öncesi 30 dakika sürecek basın toplantısı. Bizim antrenör Foda ve kaptanımız Vedat Muriçi sorulara başlayabilirsiniz. Përshëndetje Vedat, Florian Karoqi nga Kanal 10. Ka shumë lojtarë të ri edhe sa ndjen ti përgjegjësinë si kapiten që ke luajtur shumë ndeshje të mëdha, me marrat si mi qetësu lojtarët përpara kësaj ndeshjeve, siç i kesh para kësaj përballje që është edhe për shumë lojtarë edhe ndeshja e karrierës. Përshëndetje. Besoj që edhe pse në lojtarë të ri kemi kalu, domethënë kemi luajtur shumë ndeshje të mëdha si ajo Azerbajxhanin, play-offin me Islandën, kështu që pak a shumë kemi eksperiencë në këto lojna. Unë përpos që jam krenar që jam kapiteni i kësaj ekipi që nëse do loj finalin historike për kombëtaren, kështu që jemi qetë, kemi një atmosferë jashtëzakonisht e mirë shkëlqyer në kamp dhe nesër shpresojmë shumë në sukses. Sizin sorularınızı çevireceğiz Arnavutça'ya. Sadece Türkiye. Evet. Peki, evet. Türk basınıyız. Peki. Vedat merhaba. İbrahim Kırkayak, TRT Spor. Başarılar diliyoruz. Tarihi bir maç. Bir anlamda sen eski dostlarla aynı sahada olacaksın. Kalbinde neler hissediyorsun? Kosova-Türkiye dostluğu her zaman daim ama sahada bir maç oynanacak. Final maçı. Türkiye'nin milli takımın savunma oyuncularını kafanda analiz ettin mi? Maçı oynadın mı? Teşekkür ederim. Përshëndetje për Vedatin. Unë jam Ibrahim Kërkajak për TRT Turqia, televizioni Turqisë. Edhe deshta pyetjen për Vedatin si një lojtar me përvojë në këtë ndeshje historike, sa jeni të përgatitur dhe a keni luajtur këtë lojë në krye? Përshëndetje, faleminderit për pyetje. E fasha në herët se janë kështu si emocionalisht, për një ndryshe se në kanë qenë 8 vjet atje, jam formishë futbollist atje, kam shumë respekt për shtëpinë e Turqisë, për ata lojtarë që kemi luajtur, kemi qenë edhe bashkëtarë dhe kundërshtar në shumë ndeshje. Për nesër është ditë ndryshe, ndeshje ndryshe, është çështje kombëtare, është çështje shteti, kështu që nesër në fushë, domethënë në rrema fillove fair play dhe thënë në kufizimit, unë do vazhdo të respektoj kundërshtarët, po do veç mos për me arrit fitoren si shtetë dhe më kualifiku në Kupën e Botës. Tabii ki ben 8 sene Türkiye'de futbol oynadım. Çoğunluk hepsi benim arkadaşım. Fakat yarınki maç başka bir şey. Milli duygularla bir maç. Yani fair play şeyde gitsin istiyorum maç. Elimizden her şeyi yapacağız. Hilmi Saray Anadolu Ajansı. Vedat, yarınki maç tabii ki bir final karşılaşması. Türk milli takımının son oynadığı Romanya maçını izledin mi? Türk milli takımı ile ilgili gözlemlerin neler? Sana göre güçlü yanları neler ya da zayıf yanları? Podejrzewam шапонодо меч, качкаем пьеса позитивная, пьеса на почешне туркler stazione to Turqis. Pataristi pa ndeshjen pjesën e parë edhe pse Romania ka luajtur në shumë në mbrojtje, në fazën shumë defensive, Turqia pa që ka kriju 2 raste, po edhe ka posu 2 raste. Kështu që për kualitet nuk flitet, kanë kualitet
shumë të lartë, kanë një individ shumë të lartë. Na shpresojmë, si thashë edhe ne shpresojmë në lojën ekipore, besoj që këto e kemi në fuqisëm se Turkia. Tabii ki ben şansım vardı ki Romanya maçının ilk devresini seyrettim. O maçtaki Türkiye'nin iki tane pozisyonu vardı. Aynı Romanya'nın da pozisyonu. Romanya biraz fazla defans oynattı. Belli ki Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var. Gjë për Vedatin, kur ta shënuar si larg më i mirë në kontorën e Kosovës, po pas ndeshjet e fundit nuk e po gola prej duelit me Suedin. A është që je rujt për këtë ndeshjen finale apo është momenti i dur tani mori kthye goli pas 5 ndeshjeve? Kisha pasur me thëmë po, një rujt, po jo, fakt kemi vite që jena këtu në për konferenca, në për lojna. Gjithmonë këmë thënë një jetën nuk po më intereson me shumë gola derisa fiton ekipi. Jena të folë për kontore për shtetin, kështu që masi kam 4 lojë apo? 5 lojë, pashme 5 lojë, po që ku është kontorja, kemi arrit të finalin, kështu që nuk më intereson as pak. A ka dikush pyetje tjetër për Vedatin, që ta dirojmë pastaj? Leonita Bajrami, Top Channel. Për juve në aspektin personal, çka do thot kualifikimi në kampionatin botror, tu e pas parasysh që është hera e parë e Kosovës edhe në një histori prej një dekade goxha e shkurtë. Besoj jo veç për një për gjithë shtetin, kjo në një intervjist tjetër thash që besoj që pas pavarësis mund të jetë lumturia më e madhe e shtetit tonë. Kështu që dëshira jonë, forca jonë është maksimale për ta arritur këto. S'do më fut presion as bashkëpunëtorët e mi, po as vetëm, po nesër besoj fuqishëm në fitore, nëse bashkohemi me tifos tonë, me gjithë ju që jeni këtu, edhe shpresoj të arrim suksesin dhe pastaj të festojmë bashkë në shesh. Lene Gashanica nga Gazeta Blec, interesimi për ta shikuar ndeshjen ndaj Turqisë nga tifozët ka qenë enorm, ndoshta më i madh prej historisë së futbollit të Kosovës. Cili është mesazhi juaj për tifozët që do të jenë pranishëm nesër? Unë besoj se gjithmonë më thënë që duhet të përkrahim 90 minuta pa unal, se kam një që është edhe në vazhdime, po një përkrahje shtyrje për neve, të rëpit kualitetin e rivalit, kështu që neve në nevojitet përshësaj që vrash me vërët leje ekiporit edhe në nevojitet edhe përkrahje në shtyrje ekstra nga tifos tonë. Nëse në 90 minuta pa unal me na përkrah edhe se bashku në të vojnë ndërën realite. Yalnız Türkiye'de yayın yapılıyor. Canlı bir yayın çevirisini rica ediyoruz. Është live në Turqi, apo mund që i të zotin për këtu edhe turqisht këtu? Qetësoni, nuk kemi shumë kohë për secilin që pyet edhe përgjigjet me dy gjuhë, kështu që pyetjet e turqve i përkthejmë në turqisht dhe në shqip ata që kanë interes. Nuk mundem me shumë pyetje me përkthy. Për shkak të kohës, po shohim sa gazetari në salë, nëse i përkthejmë secilin duar, hupim 2-3 minuta në një pyetje. Edhe s'më në pas shumë pyetje, kemi strehitin në anin vetë. Çok zaman yok. Onun için 200 dakika kaybediyor. Şimdi saat 11'de antrenmanımız var. Onun için acele etmek gerekiyor. Can you please speak one by one? When you speak all of you together, we don't hear anything. Türkiye'ye, Orhan Bey belirtir misiniz? Türkiye'ye canlı yayın gidiyor. Canlı yayın yapıyoruz. Şu an canlı yayın. Ve Türkiye'deki kimse burada konuşulan hiçbir şeyi anlamıyor. Sot në Turqi po shkon që tash live edhe po kanë qef mi ditë. Nëse keni pyetje pyetni, mos bëni muhabet se është shumë. Jemi të hip kohë. Nëse bëni një vazhdim pyetje në konferencë, vazhdojmë pyetje në konferencë. Hayır, diğer soruları biz anlamıyoruz. Onu söyleyeyim. Okay, a ka dikush pyetje për selektorin, për trajnerin? Is there questions for the coach?
Me që pyetjet për Vedatin përfunduan, po urojmë që të përgatitet për stërvitje. Vedat sorular bitti Vedat için Vedat'ı bırakıyoruz antrenörü var. Faleminderit, teşekkür ederim. İki soru sonra. Hilmi Sever Anadolu Ajansı. Yarınki maçla ilgili düşüncenizi öğrenmek istiyoruz. Bir final karşılaşması olacak. Türkiye'yi nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir rakip karşınızda bulmayı bekliyorsunuz? Russia non si deve esprimere, ma si è verso la presentazione di politica e di produzione. Morgen wird das Finalspiel mit der Türkei stattfinden. Wie beurteilen Sie die Mannschaft von der Türkei und was denken Sie über das Spiel morgen? Schönen guten Tag. Ja, Türkei hat eine gute Mannschaft mit viel individueller Klasse. Sie haben mit Yildiz, Güler, Kadioglu, Çalhanoğlu Spieler, die individuelle Qualität besitzen. Aber auch wir haben eine sehr gute Mannschaft. Wir sind jetzt auch verdient ins Finale gekommen und wir werden uns jetzt heute noch gut auf das morgige Spiel vorbereiten und ich denke, die Chancen sind 50-50. In einem Spiel ist alles möglich und ja, wir werden alles dafür tun, um das morgige Spiel für uns zu entscheiden und zu gewinnen. Midita Tujeve, po ekipa e Turqisë është shumë e fortë, po ashtu edhe në aspektin e disa lojtarëve individual siç janë Yildiz, Güler, Çalhanoğlu. Janë shumë lojtarë kvalitativ, mirë po edhe ne jemi të tillë. Tani kemi arritur në finale me shumë merita. Sot kemi pasur ushtrime ku mund të përgatitemi shtesë. Mendoj që shancat janë 50-50. Ne do të bëjmë të pamundren, do të japim gjithçka që të vendosim lojën për ne. Evet, Türkiye milli takımı çok güçlü bir takım. Arda Güler'i var, Kenan Yıldız'ı var, Hakan Çalhanoğlu'ları var. Fakat biz de birimiz hakkıyla geldik bu finale kadar. Sanıyorum ki şansımız %50'dir. Umuyorum ki iyi bir maç olacaktır. Elias Krasniqi, journalist on Shënjesi.net. Question for Mr. Foda. Mr. Foda. Kemi përkthyer në pyetjen e bën Okej. Trener, ndeshjen në fundit e kemi parë që Batën Zaberxha u kuadron ndeshje para Edon Zhagrovës. A u ka mungesë besimi ndaj Edonit apo mungesa minutave që kërkon Juventus? Wir haben beim letzten Spiel gesehen, dass der Zaberxha nachdem Zhagrova ins Spiel eingeführt wurde. Bedeutet das, dass Sie kein Vertrauen auf Zhagrova haben oder nur weil er wenige Minuten bei Juventus hatte? Nein, wir haben großes Vertrauen in alle Spieler, auch in Edon Zhagrova. Aber jedes Spiel hat so seine eigene Geschichte und dementsprechend entscheidet dann auch der Trainer über die Wechselmodalitäten. Und wir haben uns in diesem Spiel für Zaberxha entschieden, aufgrund der Tatsache, dass das slowakische Team sehr oft mit langen Bällen gespielt haben. Sie waren bei Standardsituationen gefährlich und deshalb habe ich auch noch einen großen Spieler benötigt. Und insofern haben wir uns dann für Zaberxha entschieden. Aber Edon ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und wir haben großes Vertrauen in ihn. Und das kann sich morgen eventuell verändern, dass dann vielleicht Edon ins Spiel kommt oder vielleicht von Anfang an spielt. Jo, sepse unë kam besim shumë të madh të gjithë lojtarët, po ashtu edhe te Zhagrova. Mirë po, secila lojë është një histori në vete dhe duhet vendosi aty se si lojtar do të inkuadroj. Për shembull, te loja me Slovakinë kemi pasur rastin që ata luajnë me topa të gjatë dhe kemi pasur nevojë për një lojtar shtat gjatë. Kanë qenë disa situata standarde. Ndërsa nesër për shembull ka mundësi që Edoni do të luajë që nga fillimi apo do ta ndroj me Zhagrovën.
Suredi do nëzegrova një şey maçında yoktu Slovakya maçında. Mecburiyetten oynadık çünkü Slovakya maçı uzun toplarla oynadı. Bizim için gerekiyordu daha uzun boylu bir futbolcu. Bakalım yarınki maçta oynarız bir karar vereceğiz. İbrahim Kırkaya, TRT Spor. Yarın nasıl bir oyun yapısı içinde olacaksınız? Slovakya maçındaki gibi ön tarafta hücumu isteyen bir Kosova mı göreceğiz? Milli takımında baktığınız zaman en önemli yanı Türkiye'nin neresidir? Hocaya göre. Është që çfarë do të jetë loja e nesër me taktika e lojës nesër me kundër Turqisë, a do të jetë loja e njëjtë me sulmesin kundër Slovakisë dhe cila është pjesa më e rrezikshme e reprezentacionit të Turqisë. Welche Taktik werden Sie morgen beim Spiel einsetzen? Wird es die gleiche sein wie bei dem Spiel mit der Slowakei, gegen die Slowakei? Und was ist für Sie die größte Stärke von der türkischen Nationalmannschaft? Also, welche Taktik wir morgen verwenden, das kann ich Ihnen natürlich heute nicht verraten. Aber es wird einfach wichtig sein, dass wir kennen die Stärken und auch die Schwächen der türkischen Nationalmannschaft. Aber das Wichtigste ist einfach, dass wir, genauso wie auch in der Slowakei, dass wir wieder unsere Ideen, unsere Prinzipien auf den Platz bringen. Und wir wissen, dass das türkische Nationalteam spielerisch sehr gut ist. Sie haben individuelle Klasse. Sie bevorzugen eher das Kombinationsspiel, das Kurzpassspiel und darauf werden wir uns einstellen. Und es wird einfach in dem morgigen Spiel wichtig sein, dass wir immer wieder sehr, sehr kompakt stehen und dass wir dann auch, wenn wir den Ball erobern, dass wir dann in den Umschaltmomenten, dass wir dann schnell vertikal nach vorne spielen. Natyrisht se unë nuk do ta zbuloj tani taktikën të cilën do ta zbatoj nesër gjatë lojës. Mirë, po e rëndësishme është që ne njohim edhe forcat por edhe dobësitë e ekipës së Turqisë. E rëndësishme është shumë për neve që ne edhe nesër të performojmë në fushë me idetë dhe parimet tona. Ekipa e Turqisë është shumë e fortë si në aspektin e lojës, por edhe në aspektin e kombinimeve. E rëndësishme është që nesër ne të jemi prapë kompakt. Loja e tyre bazohet kryesisht në pasime të shkurtra, mirë po me rëndësi për neve është në momentin që kur ta kemi topin të kthehemi menjëherë në kundërshtoj. Tabii ki ben hangi taktikle oynayacağımı açıklayamam. Fakat Türkiye takımı çok güçlü bir takım. Kısa paslarla bayağı oynuyorlar ve bayağı ileri gidiyorlar. Bizim top olduğumuz anda, aldığımız top anda kontra ataklarla yapacağız. Yani kontra ataklar yapacağız. Përshëndetje, Shkumbin Pireva nga Telegrafi. Meqense se është një ndeshje finale, apo përgatitet Kosova edhe për 120 minuta apo edhe penaltit, apo mendon se gjithçka do të përfundoj brenda 90 minutave? Da es sich morgen um ein Finalspiel handelt, ist Kosovo auch für ein Spiel mit 120 Minuten vorbereitet, oder meinen Sie, dass das Spiel schon bei der 90. Minute enden wird? Ich bin leider kein Hellseher, also insofern kann ich ja nicht voraussagen, erstens wie das Spiel ausgeht und zweitens auch wie lange es dauern wird. Aber Fakt ist, dass wir auf alle Situationen vorbereitet sind. Es ist ja möglich, dass wir 120 Minuten spielen, dass es auch vielleicht zu einem Elfmeterschießen kommt und dementsprechend sind wir, wie erwähnt, schon auf alles gut vorbereitet. Unë nuk jam parashikues i të ardhmes dhe për fat keq nuk mund të bëj tani një parashikim se sa do të zgjasë loja nesër. Ka shumë mundësi që e njëjta të zgjasë 120 minuta dhe që të kemi penalti. E rëndësishme është që ne jemi të përgatitur tashmë për të gjitha mënyrat se si do të shkojë nesër. Suredi Kosova milli takımı hazırlanıyor 120 dakika uzatmalara ya da penaltılara.
Cevabı, antrenörün cevabıydı ki ben bilemem ki ne kadar, fakat her şeye hazırız. Lartësisht digital, trajner, të gjithë e dim që është ndeshje e madhe, vëmendja është shumë e madhe, motivimi shumë i madh në ndeshje të tilla, nga përvoja juaj, sa është e holl mes euforisë dhe motivimit. Trainer, wir wissen ganz genau, dass es morgen ein sehr großes Spiel und wichtiges Spiel ist. Sie haben sehr viel Aufmerksamkeit und meine Frage ist, was denken Sie, wie dünn ist die Linie zwischen Euphorie und Motivation in diesem Fall? Ja, ich glaube, also man sieht ja, wie wichtig das Spiel ist. Es waren ja noch nie so viele Journalisten und Fernsehteams hier bei einer Pressekonferenz vom Kosovo. Und aufgrund dieser Tatsache sieht man schon, dass das Spiel sehr, sehr wichtig ist für beide Mannschaften. Letztendlich geht es, sich für die WM zu qualifizieren, und das ist ein großes Ereignis. Und diese Chance, die ist einmal. Die Mannschaft ist motiviert. Ich weiß auch, dass die Fans uns im Stadion unterstützen werden. Man spürt auch jetzt hier in der Stadt, in Pristina, diese Euphorie. Und trotzdem ist es wichtig, im Spiel einen klaren Kopf zu bewahren, den Plan, den man hat, im Spiel jede Sekunde, jede Minute umzusetzen. Und dann wird man am Ende des Tages sehen, welches Resultat dabei rauskommt. Aber wie gesagt, es ist gut, motiviert zu sein, aber im Spiel trotzdem einen klaren Kopf zu haben. Padyshim që vrejet për gjithë atmosferës e krijuar në Kosovë që kemi të bëjmë me një ngjarje shumë të rëndësishme. Është për shembull një konferencë mediale këtu që nuk ka pas kaq shumë gazetar për një ngjarje të tillë. Është shumë e rëndësishme si për Kosovën, po ashtu edhe për Turqinë. Përfundimisht ne jemi duke luajtur për kvalifikimin në kampionatin botror. Është një shans që vjen një herë. Është mirë kur jemi të motivuar edhe kur kemi eufori tëra vrejt edhe gjatë rrugës nëpër qytet, por më rëndësia është që të mbajmë kokën e qartë dhe të kemi plan të cilin do ta zbatojmë gjatë lojës, por është mirë edhe që jemi të motivuar. Suriye'deki milli takımdaki coşku ve motivasyon böyle oldu. İkisi nasıl biliyorsunuz antrenörü? Antrenör diyor yani coşku ve motivasyon her yerinde şehri belli oluyor zaten. Bir de bu basın toplantısı da bir coşkunun bir önergesidir. Çünkü hiçbir basın toplantısında bu kadar basın gazeteci yoktu şimdiye kadar. Deputy tjetër për gazetarëve turk. Türkiye gazetecilere öyle bir soru var ya artık antrenörümüzde. Lene Gashi kanë albet një pyetje pak më personale për trajnerin, a është planim e rëndësishme kualifikimin e kampionatit botror me Kosovën, apo arrita me Austrinë në kampionatin evropian? Eine eher persönliche Frage für Sie. Ist es wichtiger für Sie, dass Sie sich jetzt mit Kosovo in der WM qualifizieren oder als Sie das mit Österreich gemacht haben? Ja, es ist ein großer Unterschied. Klar war es damals, sich mit dem österreichischen Nationalteam sich für die EM, es war ja damals eine Europameisterschaft, zu qualifizieren, war auch nicht einfach. Aber damals konnte man schon auch irgendwo davon ausgehen, dass wir uns qualifizieren, obwohl es nicht selbstverständlich war. Aber hier ist eine komplett andere Situation. Eigentlich war, nachdem ich hier begonnen habe als Nationaltrainer, das Ziel, dass wir uns irgendwann für die EM qualifizieren. Und aufgrund der Entwicklung der letzten Monate bei unserem Nationalteam haben wir jetzt schon die einmalige Chance, uns für eine WM zu qualifizieren. Und wir wissen ja alle, Kosovo war noch nie bei einer Weltmeisterschaft mit dabei gewesen. Und das ist für uns eine riesengroße Möglichkeit, den Kosovo auch weltweit zu präsentieren. Und insofern wäre das
sollten wir uns für die WM qualifizieren, ja, sicherlich in meiner Karriere mit das Größte, keine Frage. Është një dallim shumë I madh, sepse në atë kohë me Austrinë ka qenë kualifikimi për në kampionatin evropian. Edhe aty kemi pritur që të kualifikohemi, por as aty nuk ka qenë garantuar, por ka qenë një situatë krejt tjetër. Kur kam filluar këtu në ekipën kombëtare të Kosovës, synimi im ka qenë antarësimi në kampionatin evropian. Por zhvillimet gjatë muajve të fundit kanë treguar që ne jemi tani para një shansi që të kualifikohemi në kampionatin botror. Dhe po, kjo për karrierën time do të jetë diçka shumë e madhe. Soraydı ne zaman Avusturya milli takımında antrenörlük yaptınız? Avrupa Şampiyonası'na katılmak mıydı daha önemli yoksa bu Dünya Kupası'na mı katılmak daha önemli sizin için? Tabii ki o zaman da oldu ama bu seneki katılmak Dünya Kupası'na çok önemli benim kariyerim için. Për trajnerin, për KPTK, gjatë kampionës kualifikuese Kosova pati një mbrojtje të përkryer në disa ndeshje duke mos pësuar gol, por në ndeshje kundër Slovakisë pësuan për 3 gola, disa gabime në mbrojtje vërejtën, ato të përmirësoni këto kundër Turqisë. Während der Qualifikationsspiele war Kosovo auch in der Defensive sehr gut. Wir haben keine Tore aufgenommen. Das war aber nicht der Fall im Spiel gegen die Slowakei. Da haben wir 3 Tore aufgenommen. Werden Sie jetzt mehr mit der Defensive arbeiten, damit diese gleichen Fehler nicht auch morgen passieren? Nein, das ist richtig. Wir haben in der Qualifikation sehr, sehr wenig Gegentore bekommen. In der Slowakei war es von beiden Mannschaften ein sehr offensiv geführtes Spiel. Aber man muss einfach schauen, wie die Gegentore entstanden sind. 2 Standardsituationen, da müssen wir uns auf jeden Fall verbessern. Das werden wir auch im Training nochmal genau ansprechen, dass wir uns da besser positionieren. Aber ansonsten aus dem Spiel hatte der Gegner ja wenig Tormöglichkeiten, um Tore zu erzielen. Also da hat man schon gesehen, dass wir nach wie vor sehr gut in der Defensive stehen, sehr kompakt. Und das wird morgen sicherlich auch der Schlüssel zum Erfolg sein, weil gegen das türkische Nationalteam musst du auf jeden Fall eine gute Balance finden zwischen der Offensive und Defensive. Das bedeutet, dass wir vor allen Dingen auch in den Umschaltmomenten von der Offensive in die Defensive, dass wir da schnell alle Spieler hinter den Ball bekommen müssen und insofern, wie gesagt, aber darüber hinaus, wir spielen zu Hause, wir wollen das Spiel gewinnen, dann müssen wir auch immer wieder in der Offensive Akzente setzen und wie gesagt auch unser Spiel nach vorne favorisieren. Po, është sakt, në gjatë lojrave kualifikuese ne kemi marrë shumë pak golla. Mirë po, të loja me Slovakin e keni parë edhe vetë që ka qenë një lojë me mjaft sulme, ka qenë një kundërshtar I fortë. Mirë po edhe 2 golla që kemi marrë vetëm për shkak të pozicioneve jashtë lojës dhe jo që kanë mundur të nxjerrin prej lojës. E rëndësishme është që nesër qëndrojmë kompakt, natyrisht se gjatë shërbitjes do të përpiqemi që të zbatojmë edhe këto përmirësime. Ky do të jetë edhe një pikë kyçe gjatë lojës së nesërme, mbrojtja të funksionojë dhe me njëherë të futemi në kundërsulm dhe të gjithë lojtarët të shkojnë prapa topit. Përparësia jonë është që ne po luajmë në vendin tonë dhe natyrisht se duam të fitojmë patjetër. Grup aşamasında kaç tane maçı 0 golle geçti Kosova. Fakat son playoff maçındaki Slovakya maçında 3 gol aldınız. Acaba bu Türkiye maçına karşı önlem alınacak mı ki böyle goller yeni gelmesin? Cevabıydı ki tabii ki biz Slovakya'ya karşı 3 gol yedik. Fakat Slovakya çok iyi bir takımdı ve 2 tane gol bizim bir hatalarımızla yedik. Fakat biz burada önlemi alacağız. Ve bizim en büyük artımız ki kendi sahamızda oynuyoruz. Önde ve son